Unë sot para jush do të marr një temë, po thuaje nuk ka temë, po do të tregoj disa tregime për juve. Ata janë të zgjedhura, disa nga koha jonë bashkore e disa tregime qysh më herët. Edhe këto tregimet i kemi zgjedhur me vetëm qëllim që her pasere Allahu Gjeleshanu disa njerëzve, qoftë individual, ju dërgon mesazhe nëpërmjet dullive, ngjarjeve, ndonjëherë nëpërmjet ëndrrës, sikur se jep sinjale dhe shenja treguese se ti duhesh ta përmirësosh jetën tënde, duhesh bash më i mirë, duhesh ta lesh me braktisat rrugën e keqe në të cilën Allahu nuk është i kënaqur në ty. Edhe këto mesazhet e kanë një qëllim, një synim. Allahu thot: "Wallahu yuridu an yatuba aleikum." Allahu do nëpërmjet këtyre mesazheve, nëpërmjet këtyre mënyrave dhe forma që na të pendohemi. Bjen në ngjarje që ndoshta të gjej tyje, do të përvlohesh, do të njish dhimbje, mirë po do Allahu diçka për tyje, diçka që është në favor tonë. Do Allahu që të pendohemi. Wa yuridu alladhina yattabi'una shahawata an tamilu maylan 'azima. Ndërsa ata të tjerë, Allahu qartë e ka atë platformën e dhënë për besimtarët, që njerëzit më shtu më pëndu edhe më kthy drejt rrugës së Allahut. Ndërsa ata të cilët e ndjekin epshin, e ndjekin kanjen, shkojnë mas pasionet veteve, mas tekeve të veteve, ata dojnë qka me deviju, me anuka e keqe dhe nuk dojnë me ndëgju për të mirën. Mesazhet nga ana e Allahut janë dy lloje. Njëna është e përgjithshme për gjithë njerëzit, edhe ajo manifestohet nëpërmjet dërgimit të pejgamberëve. Allah dërgon pejgamber, libra, edhe këto janë mesazhe të përgjithshme, globale, edhe lloji i dytë të mesazheve janë mesazhe personale dhe individuale. Demek enkas Allah dërgon mesazhet. Edhe këto nëpërmjet këtyre mesazheve ndahen dy kategori njerëz. Një kategori e njerëzve i kuptojnë mesazhet në një, e merr vesh pse e pash këtë ëndrrën, pse Allahu Gjeleshanu nuk po më jep sukses në këtë punë. E merr vesh në një, e percepton shumë kollaj. Si e percepton? Për shembull, e sheh se një gjuna që e ka bë ky, minjeri ka një belal, një fatkeqësi, edhe e kupton. Kjo është për me mua, thot është, se une punova me kamar. Kështu Allahu minjer ma dha mesazhin, edhe është e qartë. E ki bë ditë keqe, minjer nuk shkon larg, ndodh diçka, edhe minjer e kupton ti se me mua e ka. Kjo është një kategori e njerëzve që elhamdulillah i kupton shenjat dhe simptomat. Edhe kjo e dërgon njëri me përmirësu dhe me korrigju veten. A një grup i njerëzve nuk i kupton dhe nuk i percepton mesazhet kollaj. Ai ban gjuna dhe harame, edhe Allahu Gjeleshani i dërgon mesazhet lloj-llojshëm, hiç se kupton kjo. Kjo është argument kundra atij. Ne do të munojna disa tregime me vetëm qëllim që përfitojmë. Atyre që kanë ndodhur këto ngjarjeve, mund të neve më na ndodh, e të përfitojmë nga këto ngjarje. Ngjarja e para apo tregimi i parë është kur salavatet, selamet që ja dërgojmë Rasulullahit alayhi salam kthehen dhe njerëz si shpërblim. Andaj salavatet duhet mi dërgu në çdo rast, në çdo moment. Në ditën e xumë duhet shpeshtohen më shumë. Forma më e mirë e salavatit është Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Këto salavatet duhet shpesh mi shpeshtu. Allahu ka thënë Kur'an: Inna Allaha
o melaiketahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. O Allahu, edhe melaqet e ti dërgojnë salavate, selame, bekime, urime bi Muhammedin a.s. Andaj, o ju që keni besur Allahun, dërgoni selame të shumta bi Muhammedin a.s. Ndërsa pejgamberi Allah ka thënë në hadith, ai cili ma dërgon mu një salavat, Allah 10 kam ja dërgu, 10 bekime, 10 urime. Qëre? Një me 10. I kthejmë në ngjarjes. Tregon një dietar i njohur Sufjan ibn Thauri, i cili thot, njëherë për ditëve, pasi që shkova në haxh me haxhin, duke bë tavaf, e poshtë një njeri cili çdo hapshka e bante rreth tavafit, dërkë ke salavat. Allahumma salli Muhammedin wa ala ali Muhammedin në fund. Edhe ju afrova dhe e pyeta i thash, o ti njeri, po të vërej se shumë po qënë salavat bi Muhammedin a.s. Ndërkohë, kjo është vendi që du të me bëtë tekbir, me bëtë tahlil, me thonë subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, se do mos tekbiret, la ilaha illallah, du të më shpeshtu në haqë. Thotë, ndërsa ti pe banë kundërtën, pe banë gjithë kundërtën, po të dërgonë salavate. E atere, thot, me siguri, ka ndonë në sen ty që e duke bëhta, ka dhe një urëci. Ky njeri ju thot, pasi që më pyti muhe, unë atëru detyrova më prezentu se kush jam une, e pastaj, pasi që isha njeri huj për ata, nuk më njefte, u detyrova mja zbuluat shqetësim time. Edhe i thash, o ti njeri, thot, njerë, jam nisë me babën tem për me shku në haqë. Pasë që shkova në haqë, thot, gjatë rrugës, kër u ktheja prej haqët, ndroj jetë baba jam rrugës. Edhe, ju nëzi ftyra krejtësisht. Unë e ambulova ftyrën, thot, edhe, priqa mos po kalon ndokush prej njerëzve udhëtar, e bashkërisht me ata, ta vorosmi babën tonë, duke prit, thot, në ato qaste u bën natë, edhe filloj më mëzon gjumi, thot. Edhe kërë mëzun i gjumi, thot, pash në andër një njeri, i cili erë, thot, me pamje të bukur, që kur s'kam pas si kurse a njeri. Njeri, erë dhe thot pranë babës tem në andër, ja zbuloj ftyrën, edhe filloj me prek, me dur të ftyrën e babës tem, kështu që përderi se e preki për ftyrë babën tem, filloj më i shëndru ftyra babës tem në të bardh. A që bardh, sa që i shëndrit ke ftyra. Posa ki njeri filloj më largu, thot, e krytja detyrën e vetë, duke hik, thot, unë janë gjita, thot, për fundin e teshave dhe e pyta. I thash, o robi Allahut, kush e ti që në këtë mërzi, thot, vjen me mëshinë Allahut dhe afrohesh te baba em, thot, edhe e prek dhe pasi që ka pas ftyrën e nxime, i shëndrohet në të bardhë dhe dritë dhe nur. A i tha, a nuk më nja? Thot, nuk të nja. Thot, unë jam Muhammedi biri Abdullahi, Rasulullahi a.s. thot. Edhe pse babet, thot, ishtë gjunaqar, bante do njërë më ka të thot, mirë po shpesher më ka dërgu salavate. Shpesher më dërgon të salavate. Edhe aja shka ndolli, thot, për shkak se e lut ke shpesh Allahun Gjeleshanu, edhe për ndim, ndërsa mu më dërgoj ke salavat me shpres, që une do t'i baj shefat në nërmjetësim në ditën e gjukimit. Pra ndaj thot, une edha shpesh për një ndimu, pasi që është privilegji jem, thot, mi ndimu gjdo kuna i cili më dërgon salavat, e une më ndërmjetësu dhe me baj shefat para Allahut Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. Në fund këj njëri thot, kur më dul gjumi, pash se ftyra babës tim ishte zbardhur, që nga i moment, o ti që i duke më vetë mua, thot,
unë kur nuk i la salavatet bi Muhammedin a.s. A e mërë dvesh mesazhin? Shpesh me durgu salavat, nuk humb. Kemi pa hajrin mirësijës, qatë moment kur kemi ndrujet, natën e vorit, ditën e gjukimit, kur deq për Allah, takimin me Allah, urën e siratit, na kemi të regu se kur të kalesh urën e siratit, pejgamberi Allah, të gjithë pejgamberët Allahut, rrinë në qashtë të urës siratit, edhe thënë Allahume selim, selim, o Zot shpëtoje, o Zot shpëtoje umetin tem. Nëse je për atyre që ki dërgu shpes salavate, s'ki pritu në gjdo moment, në gjdo rast, ki do në pazar, në qarshi, në shtëpi, udhtar, musafir, s'ki rru me që salavat, në ato momenti kanë mëndon ndim të salavatet. Kemi ja pa hajrin dhe mirësijës, në atë ditë që nuk ban të bi kërkush, as nana, as baba, as familja, as evlat, as pasuria, kush, pun të mira, dërgimi salavate. Kjo është tregimi i parë. Tregimi i dytë është një dietar, një dentist, mjeku për ndreqen e dhëmbëve, edhe kunuti. Kunuti është duajen që e bojmë në namazin e vitrit. Pasi që kthehemi prej rukuës, a bojmë kunut, dua. Tregon një dietar, thot në Indi, ky ka qenë në Indi, thot një ditë për ditë kanë pas dhimbje të mëdha, të forta në dhëmbë. Mirë po thot, ku banoja në atë vendin, nuk ishte dentist. Kështu që u detyrova, munis me një vend të larg, me vetëm qëllim që ta ndreqë dhe ta shëroj dhimbjet e dhëmbit. Thot, kur arrita ta i vendi, hyna në ata ambulantën, edhe prisja kanë dentistin me ardh, ma shëroj dhëmbin, mirë pa ju vanu një qast. Më në fund thot, erdhe. Mirë pa pasi që erdhe, pa e fillu të veshët aj, pregaditet, me indhën të ja dhoma, që me prit pacient për shërimin e dhomit, a i tha pare se mi bo këto gjona, thot, shkoj me një vend, i bajke disa levisje, disa gjeste, ato gjeste, qka bajke? Bajke shirkë Allahun, e adhurojke dikan pos Allahun. Ato format e atyre të cilet nuk besojnë Allahun që janë politeista. Kur e poshtot ata, këtë gjendje, se ky mjeki, ban kësi gjeste, e i dhronë Allahun, i ban gjuna Allahun që reshanu, atëre shka bona, thot këtë detari, kur e poshta, i thash këti nëzanë, që ishte me mu, e thash, ngriu, edhe largomi për këti vendit, se s'pas ka kur farmirësie. Gjatë rrugës duke këthy, thot, duke ecë rrugës, kënë nëzanë se e pyt djetarë me ogjën e vetë, mësusin e vetë, thot, pse u këthyën, thot, më njerë, kur në u thumë një rrugë të gatë, edhe shkuam për ta mjekojsh ka dhomin, ndërsa ti u ktheve. Ky dietari u përgjigj dhe tha, a nuk je duke pa një njeri i cili i ban shirk Allahut? Ishte mjet, po, unë shkova për me shëru dhomin tem, a nuk e pove se para se mina në dhomën e vetë për më mandrejsh dhomin, a i ban të ato gjistë të cët i bajke shirk dhe kufër Allahun, e i dhrojke dhe zemrojke Allahun, në qofë se thot, na i mbyllë mi sy djetartë, shkojmë vetëm për interesat e tona. A nuk e shikojmë ai për veti ko. Unë ka marr vetëm ta shëroj dhomin. A nuk më intereson çka duke bë? A do të bë gjuna ajo? A duke bë punë halal ajo? Atëherë thot kumit ajo kur doni para Allah çdo na që falmi namazin e vitit, në atë namaz i bëjmë disa lutje, drejtojmë Allahut. Çfarë lutje? Thojmë wa nakhlau wa natruku man yafjuruk. Na bëjmë një dua dhe një lutje. Çdo kush i cili fal namazin e vitrit në xhami e ban një lutje. Prej lutjeve është një pjesë e lutjes ku thot Allahu, thot besimtarë o Zot, na largojmë, hekmi dorë dhe distancojmë prej çdo kuna i cili i ban gjuna Allahut, mëkaton ndaj Allahut. E na bëjmë këtë dua, e trashëm duke po këtë mjekun, dentistin i cili ban gjuna Allahut, e tash do të shkojmë dorët e tij në moros dhe çerona. Jo thot, asesi thot. Thot edhe me të vërtet besimtari i mirë i cili e fal namazin e vitrit, edhe kur ta ban vitrin është i vetëdijshëm gjatë lutjes kësaj duas, kjo ka me dhënë efekt dhe ndikimin e vet. Mirë po akoma na disa për njerëzve falin namaz, i përshpëritin ato lutje dhe ato duat, do shta i bojnë si formë mekanizëm, si ruti i bat namaz dhe lutjet,
andaj nuk e ka efekte dhe atë bereqetën e vetë. Se më koni vedishëm, shka i duke thonë namaz, e pas të kur del për namazit, valla ja pësyt, 5 pare i ban. Shka i duke bo, unë e falë namaz, shikoj, u rruga që jashtë, vajzat zhveshura. Qfar efekti lu namazi? Këshëre, qfar ndikimi ka lutje dhe dua. Edhe kjo të regim, du të më nabon neve më na vedisu, se namaz për falbi, ama nuk shikojme ku i blena ushimin, ku i blena artikullat. Ka duqane mashallah janë të halal, me një duqa kur të këshish, kreti ka po 200-300 artikulla halal, e ka përly, e ka ndyt atë biznisin e vetë, duke shit alkohol, edhe bira. Tu të më kone vedishëm, o gjo, aja vlenë me shku në këto vene me blushim, duke pas duqane dhe supermarketa në të cilën, ka artikull halal, nuk i ka përly, e kjo obligim me shku edhe me bojkotu ata. Mja ba me di se nuk vite ti, se ti e ki fut një sen që është ndaluar në islam, e ki përli pasurin halal, 200, 300, 500, ndoshta 1000 artikulla i ka halal, e ka përli me një. A me kush e ban këta? A i cili e fol namazin, sinqerisht, edhe a i me të vërdet kur bisedon, kur fol namaz, komunikon me Allahun, ose i vetishëm shau duke fol, çfarë lutje duke bë, a jep efektin e vet. Nëse nuk e jep, që kjo ngjarje sa të tregova juve që e ndëgjuat, kjo do të më ndiku te ju. Me ndiku se mas saj, më kanë vetishëm, shkam duke fol namaz, edhe në jetën time me kanë jam duke bë Allah zhvërësh, me kanë jam duke bë biznes. A baj me diga çka Allah i kënaqet apo nuk i kënaqet. Duhet më kanë i vetishëm. 2. Ngjarja e tretë është titullohet deshit baj zina me një vajzë të bukur. Tregon një njeri devotshëm, një njeri që ka pas frikë Allahut xhaleshanu, është pyetur një herë, i kanë thënë na tregon dhe një ngjarje më të rëndësishme në jetën tonë, pasi që ti s'ke qenë kështu, ne kemi ndëgjuar për ty se ti s'ke qenë kështu. Mirë, po ka ndodhur diçka në jetën tonë ti që ki bërë reforma, ki bërë revolucion në vetën tonë, e ki ndryshu dhe e kap fuqimisht për fejen e Allahut xhaleshanu xhelle xhelal. Edhe ki thot, kur isha i ri, unë nuk pritosha, nuk ezitosha me bot gjuna. Çfarë gjunojnë vike për dore? Unë se kam fal. A është zina, a është alkohol, a është muzik, a është kamar, a është bijos. Shkam ka ardhë, unë s'kam pritu, vetëm se e kanë kryjat gjuna dhe atë haram. Mirë po një ditë për ditëve, e postot një grua të bukur dhe ishte e re. Asi gruje s'kam po, thot një të time, edhe shka, shumë isha i nëzitur, edhe njoshke, nefsi, edhe shejtani nëzitke, më jafru kësej grujës, edhe qka, normal, me bo amoritet zina. Edhe ju afruva, edhe ja bona me shenë, që unë e përdu më afru të këti. Ajo më afrua, thot, mirë po më afrua me një pamje të trishtushëm, i friksume ja, e shqetsume, thot. Dhe, kur qëndroj pra e meje, thot, kur afru, a la ma shumë, stres, frik, u frigon të aja. Mirë po, duke marrë keq, thot, pra ta i thash, mos u friga, se se kam bën jetë më të lëndu, thot, kur që s'ka më të bëfë të tuje. Por fjallet e mija, thot, nuk ndikuan, as pak, për kundër razi, ajala ma shumë u friksu, u trishtu, edhe, terisa, thot une, ju afrova i thash, mos të ka ndodhë me diçka tyje që po friksohesh, nërsa kjo kishë qëllime tjera, kishë prapavije tjera, nuk pejdelë që shpu ka qef. Thot, mos ki naj halë, naj brengë. Thot, po, thot. Qëfar brengë, thot? Pasha Allahun, thot, o vlajen, thot, kur më përpara që kësaj dite, kur se kam bo një gjest të këtiv. As që kam fru, as që kam ekspozu trupin dem, dikuj tjetër që e ka të ndaluar me po trupin dem. Mirë po thot, e kam një havë, një brengë. Qka thot? Që 3 dit i kam dhe 3 fëmi, që 3 dit nuk kanë afru ka fshat gojës me angër buk. S'kam, thot, me shkam një ushi, thot. Edhe thot, kjo më ka sjell në këtë nivel tult me bo, se nuk e baj këtë gjes asë njerë, thot. Thot, kër i ndëgjova kjo njeri, kjo gjaliri, kër i ndëgjova, thot, këto fjallë, shumë erkesh, thot. A une, s'kam pasë rahmet në këkanë. Ha, se kam falë kërkuna. Mirë po, që kur donë Allahu Gjereshanu,
shlon dhe njerë do mesazhe, të provon Allah, që provon të je, thot merë shumë keq kjo, thot, edhe me të vërtet pasha Allah, thot, asë që më shkoj menja, thot, ma me shfrydzu këtë gruje. E atëre pyta, thot, ku e ki shpijen ti, ku jeton, më tregoj, thot, adrezën, shkoha në shtëpitime, thot, mora, thot, ushim, mora veshje, atesha roba, edhe drejtova të shpija, edhe ja dërgova. Kër u ktheva të shpija ime, ja tregova në nësteme në gjare në krejt, pik për pike. E në nëmë thë, o birjem, ti e një njëre që kur s'ki bo një të nëtonit të mirë, vetëm se ketë, thot. Po shka, thot, te e di se ki një fletore të shpija, thot ati, edhe shko qele, thot, edhe këshyre, thot, shkruje këtë vepër që i ki ba. Edhe këshyre mos ki ba dhe një të nëtonit dhe në vepër të mirë. Thot, shkova të fletora, e qele, shka e pa, ka tranzit, këtë këshia që kam ba. Mirë po, me një ven, e kisha pas shkrujt, qka? Një shkrim. Që kë shkrimi, dhe një në përnë e thjesht, mirë po ja lullë rol, rezulton pozitivisht. Ka bët këshia, ama një të mirë e ka shkujt, me një flet. Të që e fleta, në kryt filetës, e ka shkujt një fjallë të Allah, në Kuran që Allah ka thonë, inna lë hasanati, judhib në sejjiat. Që ata ka shkujt, edhe kusha se ka mush. Shka shku në ajeti, shka do me thonë? Aja ajet do me thonë, me të vërtet pun të mira, i shlim pun të këqia. Edhe shka? Edhe shkrujta. Thash prej kësaj dite, unë e ka me bë pun të mira, edhe të pikë kësaj listës, ka me mush të poshtë, edhe nuk do të mushin në fatja tjera, në atë moment, thot, i ngrita duart në qelë, edhe thash, o Zot, po është fuqin tanë edhe rahmetin tanë, o Zot, mi falë të metat, edhe ma prano pendimin. Edhe nga ja ditë, thot, unë e ma vetëm se kam bë vepra dhe pun të mira, edhe kjo ngjarja është regjistruar në një libër që titullohet Ndollit e njerëzve që janë penduar. Sa është një libër ku çdo kush që ka bën jetën e vet, dhe një punë të keqe, dhe një krim të atashëm, dhe një gjuna të madh, e pastaj është pendu, e ka paraqit, e ky dietari ka përmbledh këtë ngjarje, kjo ngjarje është e regjistruar në këtë libër. Ngjarja e katërt. Andra e të mërshme e një djaloshi. Më nënë men, andrat shumica e rasteve vinë mesazhe. Bile, ma dje dhe, andrat e pejgamberëve kanë qenë pjesë e vahajit, pjesë e shpalljes nga anë Allahu xhaleshan. Po ju e dini rastin se Ibrahim a.s. Shka po në andër, se Allah u pordhon me thirr kurban kanë djalin e vet. Kjo ka qenë vaj, shpallje. Po, pastaj e ka thirr gjën levet a djal. Unë e kam po andër. Ti di se jam pejgamber. Kam po në andër se Allahu po mordron më të bë kurban tyje. Edhe djali ka qenë i dikum, i disiplinum në pikën e fundit maksimalisht. O bab, ka thonë vepro. Punoj dhe zbatoja ata që Allah ka urdhëruar, se ti ke më gjet mua prej sabërlive. Këshire, andrat e pejgamberëve mesazhe, vaj. Edhe andra e pejgamberit ton. Pejgamberi jon thot, Aisha radiallahu anha thot, se në fillim të shpallës i vitin Resulullahit kush? Mesazhet, shpalljet, vaj në andër i vike. Pastaj gjatë ditës i shiftet vërteta. Edhe dhe më thonë, edhe ndohë tek njerëzit e theshë rëndonë që nuk janë pejgamber, i vjen dhe një mesazh në andër. O të ndohë dishka. Ne kam tërgu një rasune, para një derse ka mojtë, Malik ibn Dinari që ka qenë njëri keq i cili ka pa nëndër se bëbët kiameti. Unë me vesh të mje kam dëgju për njerëzve të cilët ata janë përmisu, janë bot qunat mirë, janë bot gjemë thirsa, në gjamirin, lexojnë Kur'an, janë njerëzit takvot, devoqën vëllaj, janë përshemër dhe urdnek. Në kalumën kanë qenë njerëzit devijun, nuk kanë nëndë zes pa e ba. Vëllaj më kanë të regu shkat, faktor kryesor kanë pa andër. Po, unë e kam një shok të ngusht, sot e kësa dita aj, shpesh në tregon më në javës andra të çuditshëm. Edhe i tham, këto andra të ndikujnë të ti, thot po vallaj oq, gjithmonë kur shok këto andra, unë e filloj bona më i sinqert, më serios, i përveli kratë baj punë të mira më shumë, largona maksimalisht nga punë të këqija. Këto janë të mira, thot janë kam për atyre të cilat nuk kanë falë namaz mrekullisht. Tregon jetën para se mu drejtu, para se mu përmisu. Janë kanë për atyre që nuk kanë falë namaz mrekullisht.
Dhe harrova se ku gjindën xhamia, ma nuk ja disha as adresën xhamisë. Po, disa net para se më ardh muaj Ramazanit në vitin 1999, rash me flet zakonisht si netet e tjera. Isha në shtëpinë time, thot, pasht kam pa çudia në gjumë. Isha në shtrat dhe filloj me fle. Pastaj thot më erdhi gruaja ime dhe filloj më zgjum. I bërtita thash çfarë don? Çka e duke desh që po zon nga xhumi? Po për befasi thot, aja nuk më ndëgjoj ke zonën tem. Kjo në ndër duke qenë. U mundua thot më zgju përsëri, unë përsëri para shtesha pyetje thosha të njëjtën, çka e duke desh për mua? Pse po më zgjon nga xhumi? Mirë, po aja nuk më nike, zonën tem nuk më nike. Shkoj aja e friksum thot, e thiri motrën teme, edhe vllajën tem, thot buri jam, vllai jot, nuk po qohet thot. Edhe thot, shkum thot, e thirën një mjek. Për befasi, nuk kishte mundësi më dëgju as motra e as vllai, por edhe mjeku pasi që erdh, edhe mjeku nuk më ndëgjote thot. Më kontrolloi dhe ju tha atyve, pas ka vdek vllai juve, edhe kësaj gruas burjet pas ka ndrujet. Ata fillun thot me kajt, edhe të mërzitën thot për mua, por unë nuk isha vdek thot. Por ata nuk e dëgjoshin zonën tem. Kështu e këshesha gruën time thot, edhe vllazët e mi, duke fol atyve thot, i thosha që nuk kam vdekur, po ata nuk më ndëgjoshin zonën tem. Dëgjoj se ata po bëshin bisedë tash, ma përgatit gjenazën. Më dërgu tek varesat. Kurse unë e bërti që aty i thosha, unë jam i gjallë, akoma nuk kam vdekur, po as njani nuk më përgjith që thires teme, thot. Pastaj më përgatitëm dhe më pastruun dhe shkun pas meje thot në xhami të ma fali namazin e gjenazës. Atër thot, i fillova i fola imamit edhe i thash unë jam gjallë, edhe nuk kam vdekur. As imami nuk më bani mal, as nuk më dëgjojke edhe nuk më përgjithke. Atër thot, i dëgjojsha ato se si po më ignoron. Unë e pja baj me di se s'kam vdek, gjallë jam. Ata as mal nuk më bajshin mua, as nuk më kësheshen në hit. Atëre, pas namazit thot, më dërguan tek varesat edhe filluan të më përgatisin tek vari thot. Më fotën me një grup, edhe bërtita në fund, thot bërtita, kanë e pash më të fundin, mja bo me dije se unë nuk kam vdekur. Mirë po ato, mi palojshin edhe drasa. E thash se nuk kam vdekur. Ata nuk më përgjithshin, me hedhin dhembi varin tim. Më kujtuan fjallët e Resulullahit a.s. ku ka thonë se me të vërtet i vdekuri i ndëgjan apat e kundrave dhe naleve që e përqedhin në gjenazën. Më kujtu në të fjallë. Thot, atër u vërtetova se jam me një apsir të erë, thot. Më erdhen dy njerëz, njani më uli të kambët, tjetëri të koka. Edhe më pyet, kush është zoti jatë? Një zoti jem është, a nuk po shkon? A më ne dhja me vetën tema, ma kështu nuk po mu imi ndrejq fjallë një artikullu. Pastaj më tha, kush është feja jote? U munohemi të regu se feja ime, ama qëre, kur të vdek më të rashet gua, nëse nuk ja ki baj zmetin dënja, me përmen shpesh Allahun, shpesh Islamin, Rasulullahin, fejen, Kur'anin, imanin, këto, vallaj vështirë, në tanë asaj botës, ma që tërkushan, janë qëra parametra janë ma. Këto mundesh me manipulu fjallë, po, kollaj përmen që di, ama se nëse nuk i praktikon, tjera e sapa janë. Fillova pasaj më tha, më trego, kush është pejgamberi jot, fillova me tregu pejgamberim, mirë po, as një sen, në kokën time, vetëm mos jasin familja, vetura, shitore dhe biznisi, këshire subhanallah, njërë me shkajet tonë, që ajo i parafitirohet. Pastaj thot, erdhen me një që kanë të madhë, më shumë thot,
Ku? Në kokën time dhe në ballë, sa që fillova me bërtit atë shumë, i zgjova familjes time. Kur ata më thonë, shka e duke bërtit be? Zgjova. Atëre familja, qka? Fillova me thirë familjen time, e kuptova se me të vërtet kjo ishte kanë qka andër. Edhe më njerë, pasi që u zgjova, neta një qast, kur filloj e ndëgjova e zonë në sabot, mu prej asaj dite, unë e përcaktova një jetë, një refresh një jetën time. Kjo andër ka qenë shkak për hidajetin dhe udhëzimin tim, dhe u kapa fort për fejen. Fillova maksimalisht me largu harameve, gjanave të cilat e idhrojnë Allahun xhaleshanu. Elhamdulillah, pranova që të nështrona vetëm Allahu xhaleshanu. Tani jetojnë në lumturi, thot, e në rahati të plot, bashkë me gruën dhe fëmijët, edhe me vllazët tim. Lutë Allahun xhaleshanu, Allah të më marrë shpirtin me iman në këtë gjendje ç'sh jam, Allah të jetë i kënaqur. Këshire? A shë ondat mesazhe. Mund të ndodh kjo, njëri ban ndryshim 360 shka, një handër. Edhe kupton pse kësaj ka ëndrës se dikush ato të thirr. Nuk ka dënë njëri thjesht, po mund të më kanë nga ana Allahu xhaleshanu xhalla xhalalu. Edhe tregimi i fundit është tregimi i 5, titullohet Wad'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana. Është një ajet në Kur'an ku thotë Allahu, thirrni në rrugën e Allahut, ftoni njerëzit në rrugën e Allahut me urtësi, me mençuri, edhe me këshilla më të arta dhe më të bukura. Çka do të thonë kjo? Kjo është një mesazh për neve, pikpare për unës i hoq, pas edhe juve, se si mi thirr njerëzit ka xhamia, mi thirr ka feja Allahut dhe Kurani me shka? Me urtësi, me mençuri, jo me ashpërsi, jo me egërsi, jo me temperament, i nervozum, vetëm me urtësi. Është një ngjarje ka ndodhur me një vend në Francë, diku para 50 viteve, ka jetu një plak turk, i cili ka pas 50 vjet në atë ditë. Emri i tij ka pas emrin Ibrahim. Edhe ka punu me një dyqan ushqimore në Francë. Dyqani ka qenë me një ndërtesë poshtë ku ka jetu një familje jehude. Kjo familje e ka pas një djalë të vogël, 7 vjeçare gjys, i cili ka pas emrin Gjad. Gjad e ka pas emrin ki jahudia ki fëmija. Edhe ky fëmija e ka pas zakon çdo ditë, shkonte te dyqani i këtina Axhës Ibrahim Turkit, edhe ka ble ushqim që e ka porosit familja. Mirë po, e ka pas zakon dhe tradit çdo ditë që e ka qu familja vet për me ble në dyqan te ky plaku turk te Axha Ibrahim, e ka pas një vest keq. Ka vjedh ka një çokoladë. E një ditë për ditëve vjen edhe ky Axha Ibrahim e ka pas është duke vjedh çdo ditë, po është u shmaru dhe ka shtir, kishe sa nuk është duke e pa. Një ditë për ditëve ky djali haron me vjedh çokoladë. E ky e nalë. Ky pranari dyqanit ki plaku turk. Axha Ibrahim do të nalë, thot kja ru me moni çokoladë. Ky skuqët, i vjen siklet marë, e pas ka kuptu, thot, a ma fal be, a ma fal se po të premtoj se pikë saj dite nuk vjedhe më kur, thot. Kur nuk vjedhe çokoladë? Mo e men, qëfar da veti? Ka mujt për ditën e parë me thonë, shka e duke parë? Elen t'i trasha, me mençuri, me urtësi. Edhe thot, ja thot, në gjohë, unë t'a bëj Allah, t'a fali, a me kusht, jo vetëm tonë me vjedhe. Kur mës me vjedhe, thot? Asë një. Thot, ja ka dhonë besën edhe nuk ka vjedh kërkun. Edhe këtë djali ki i voglushi, jahudia, u gëzu me këto fjallë, se pja falë, amëllja kalanë, se kanë dënu, ashtu ka kanë dëshku, shëre, pi të regonë, mesazh, u da. Si thot popli imson sa marë, me marë vesh e tjetëre. Ta shtreti, ama dhe mek, nuk jam me eftë, kam pa, nuk ban këtë gjest, nuk është mirë. Para e ujë nuk bate jotja, malë që tërkuna nuk bate jotja, e mujë vetëm barken me zjarë. Edhe thot kalon vitët, derisa Axha Ibrahim, për këtë djalin gjadin, thot bëhet si babahem, si shokjebe dhe si nana, qatë që më afron me zveti. Kur gjadi thot,
Gjadit i ndodh këtë një problem, i ngushtoj ke rrethet dhe njerë, ja paraqit ke këtina Axhës Ibrahim, qëtë halë e kanë, qëtë problem, e du një zgjidhe, thot. Edhe, ky i zgjidhe zgjidhje, ja baron të qysh, e ka pos një qese në duqan, e ati ka pos një libër, edhe, jep ka të librën këti Gjadit, ky plak i turki dhe ke, qele këto dy faqet e para, shikoje, thot, se këtu ka zgjidhje. Edhe ja zgjidh ke problemin, u dhe, ura atoj ke nga problemi. Kaluan vite, thot, deri sa Axhi Ibrahim, thot, ishte i pashkollum. Qëre, qëfar davegjia thyrës? Jo me shkollë, as mesme, as fakultet, thjesht musliman, ama praktikant, pa shkollë. Deri sa thot, ky Gjadi i boni 24 vjet, ky gjali vogër, ndërsa ky plak i boni 67 vjet. Ky Axha Ibrahim vdiq. E pasë që vdiq, thot, para vdekjes ja patlan gjemve të vetë. Ky plaki, një kuti, në të cilën ishte një libër, than, jep një ati jahudijës Gjadit kur të vjen, thuj e ki për e Axhës Ibrahim, si dhurat. Edhe i porosit i bite vetë që mja dhanë. Kur në gjoj, ki Gjadit që ka ndrujet, u mërzit shumë. Se ishte tafër dhe kish, ma gati si vend babës e nanët e shokjet edhe jaran. Mirë po, pastaj u mërzit shumë, kur këto gjemë e këti Axhës ja durzun atë kesën, atë kutijen që ishte libra, edhe kjo e mund me vete. Një ditë që kjo djali Gjadi i ndodhë një problem. Në atë momentin një kujtu Axha Ibrahim, ku kish problem, ta ju drejtoj ke. Tash, se kanë gjallë, kanë drujet, e shka me pa thot, e atërë thot, ju kujtuaj, shkoj drejt të kutia, në të cilin ishte libra. Shkoj të kutia, kur e hapi, kur e gjeti atë librën, që ja kishtë lanë Axha Ibrahim. Kur e hapi atë librën, shka me po, libra ishte në gjuhën arabe. Edhe nuk din të më lëdzuke. Shkoj të një shok i vetë që ishte nga Tunisi, a ishte arab, tunisian, i tha, të më lëdzoj, jeshtë dhe të dhe ja lëdzoj. Pas ta ja të regoj dhe problemin, edhe ky tunisiani, pasi që ja mësoj këta, ky Gjadi i thot, qa është ki liber, o ti shok thot, ky liber është thot Kurani, libri Allahu Gjeleshanu, libri gjithë muslimanve që i kanë kushtetut. Gjadi ja këthej tha, e si të banu në musliman, pasi që kanë libri muslimanve, tha, thjesht, thuaj shahadetin, pranoj shëriatin dhe ukri. E si me thonë, thuja, ashhadu an la ilaha illa Allah, o ashhadu anne Muhammeden abduhu, o rasuluhu. E tha shahadetin, ky. Edhe e ndroj emrin, tha, ka me posibin Gjadullahi l-Qurani. Arabisht gjad i thonë e që është serios, i përpikt. I përpikti Allahot ndaj librit, Kur'anit. E zodhe këtë emër si madhrim, si libër mahnetës që e ka ndryshu jetën e vetë. Edhe Gjadi filloj me mësu me Kur'anin. E mësoj edhe u bani firs, misionar davegji në rrugën e Allahut, shkonte në Evropë. Në Evropë edhe jo a prezentoj ke njerëz dhe islamin, në durët e tyre kanë pranu ma shumë se 60.000 veta krishter dhe jahudu islamin. 60.000. Që na, familjes musliman, babe e non musliman, a gjallart mahal, gjamia, ezan, muezin, libra, për vete nuk jena, se jo për tjertë. Ky, serios, gjatë, serios dhe i përpikt, në rrugën e Allahu gjallën 60.000, po, 60.000, një dit, përdesa ishte duke shletuat librin, kujtimet e vetra, kur e ka hafat Kuranin, kur e ka pati një flet, ka qenë një art e botës. Në atë art ishte i vizatum kush kontinenti Afrikës, në nshkrimi ishte e Axhës Ibrahim. Ati shkrun të theke, thirë në rrugën e Allahut me urtësi edhe me këshilla. Që të fjallëm, udu ila sabili rabbike bil hikme wal mau'izati al hasana. Thirë në rrugën e Allahut me urtësi, me të mirë, me të butë, me fjallë më të mira. Nuk ka nevojë për një kriminet. Si ki plaki, e ka posë të sërë duke bëtë gjuna, po e ka prit momentin e fundit. Pak, edhe kjo e ka lënë pa tekst. Thot, Gjadullahi thot, kër e lexova këta ardhën Afrikës, e kuptova se ky po ma lën mesazh. Ka thonë çka? Me braktisë Evropën, po me shku na për vendet e Kenijës, në jug të Sudanit, na për Ugand, ato vendet
edhe me thirr në rrugën e Allahut. Ky plot 30 vite ka net në Afrikë, duke thirr në rrugën e Allahut. Këtë kjo ka qenë shkak, kush e ka bërë davet? Ky plaki, jo hoç, jo thirr, jo davet xhimat, plak I thjesht pa shkollë, ama me urtësi me mençuri, 30 vjet ka bërë davet, thuhet se mbi 6 milion njerëz e kanë pranuar fejen në dorën e këtina. Mbi 6 milion, deri sa I ka bë 54 vjet në rrugën e Allahut xhaleshanu, më pastaj thot ka ndru jetë nga një sëmundje që ka qenë atëre në Afrikë, po shka është më interesant, nuk përfundon këtu ngjarja, edhe nëna vet tregon, nëna ti ka qenë jahudike fanatike, ka qenë mësuese në fakultete universitare, ajo e ka pranuar fejen kur në vitin 2005, 2 vjet pas vdekjes së vet, ajo është mënu maksimalisht gjën në vet 30 vjet me largu nga feja e Allahut. Çu ishte u bën ti musliman? Mirë, po pas asaj nëna vetu ka bashka davetgjike terin 70 vjet, aja nuk është nal edhe ka thirr në rrugën e Allahut xhaleshanu xhelle xhelalu. A e morët vesh këshëra si ba daveti me të mirë, jo me ashpërsi, o gjenaçar, o idiot, o I pa fe, o munafik, këto përkundazi malar me të but I të poshka duke ba leje deri në momentin e fundit. E zëm disa momente qaste, ku janë momentet prekse, edhe van me dit. Deri kurve kështu, deri kurve. Sigur kjo është, sigur ka të shmi thonë, I ka përmledh këtë ato vite që ka vjedh, mere se sot e harove me marë që çokoladë. Kjera? Edhe ma ka me patekt, ati ju ka kujtu këtë ato vite që ka vjedh, si pas ka në shkalu më kanon të lirë. Edhe na kështu të me bota vetë vëllezër të dashur. Këto të regimet letjen për neve shembat, si ilustrim se si me bë davet në rrugën tonë. Këto ngjarjet duhet më na stimulu neve me bë vepra të mira, më na bë aktiv, jo dembela parazit me ne. Turp, kur të ndëgjojmë këto raste, jahudia ka qenë, është fenë Allahut, ka investu ka bën më shumë se për neve. Më shumë se ne. Bile në fund të ngjarjes tregohet, I kanë thonë këtina se ka bë më shih. Ky djalë I ri, jahudia, xhadullah që ka bë musliman, I kanë thonë, si e ndjen veten ti? Dorët e tua me milion njerëz e kanë pranuar fen, ka thonë, do ç'është ka thonë, thot nuk nina shumë krenar, thot pse? Se kret kjo është pjesët e mirësi në kontën e atij plakit kanë më shku. Se ki plaki ka qenë sebeb, kjo është drejtu në rrugën e Allahut, dorë tek ti ka pranuar fen. As ka thonë pejgamberi Allahut, ai cili ton edhe thret në rrugën e Allahut, edhe bosh shaktar për dikan me pranuar fen, këtij njerit çka? Edhe ati që ka pranuar fenë Allahut, ka me pas sevape, pa ju pak suktina. Mushët, ajo konto me sevape. Mos e mush konton me dinar, me eurën, ta mushi. Ka 1 mjerë, 2 mjerë, se ndu në rastet momentet e duara, ndu dhe një darsën, ndu dhe një sens jafet, ndu dhe një smundje, në zepi kontës kam parët. Po mu kur ta mushit I sevapët, konton me sevapët, kanë më të desh ditën e kiametit, kur ta shish urën e siratit, të mberën e madh, ditë ka më të afru, I shfryzon këta salavatet, punët e mira. Lutja Allahun xhaleshanu xhelle xhelalu në këto ditë që kanë ditët e fundit, ditët e muajit të Ramazanit, që janë ditët më të madhnushëm. Çdo natë Allahu xhaleshanu shka thet një thirrës, edhe Allahu liron nga zjarmi I xhenemit, çka? Çdo njerëz edhe I afron në xhenet. Allahu I regjistron në listë. Inshallah Allah na ka regjistruar në listën e vet. Edhe jam neston nga zarmi, nga burgi I xhenemit, jo nga burgi I dunjas. Allah shpëlef ndëgjimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na i bani halal.